Kadastra e Vlorës ka mbyllur përfundimisht aktivitetin e saj mëngjesin e kësaj të hëne, pas zbatimit të urdhrit për transferimin e strukturës drejt Tiranës. Vendimi i cili prej javësh ka shkaktuar reagime dhe kundërshtytje të forta, tashmë ka hyrë në fuqi duke shënuar fundin e funksionimit të një prej institucioneve kyçe për qytetin dhe qarkun e Vlorës. Pavarësisht protestave, kërkesave për rishqyrtim dhe shqetësimeve të ngritura nga punonjësit dhe qytetarët, procesi i transferimit nisi konkretisht këtë të hënë. Një pjesë e stafit është zhvendosur drejt Tiranës, ndërsa një pjesë tjetër është transferuar në Fier sipas skemës së re të riorganizimit administrativ. Burime bëjnë me dije se punonjësit që kanë refuzuar të pranojnë këto dy alternativa transferimi do të largohen nga puna duke shtuar edhe më tej pasigurinë sociale për dhjetra familje. Vendimi ka sjellë jo vetëm kosto njerëzore për stafin, por edhe shqetësim të madh për qytetarët e Vlorës, të cilët tashmë do të duhet i drejtohen institucioneve jashtë qytetit për shërbimet që deri dje i merrnin pranë vendbanimit të tyre. Mbyllja e kadastrës së Vlorës konsiderohet nga shumë qytetarë dhe ekspertë si një goditje për aksesin në shërbimet publike, duke rritur burokracinë, kostot dhe vështirësitë për banorët e një prej qyteteve më të mëdha të jugut. Për shumë kënd ky vendim shihet si një hap tjetër drejt centralizimit të institucioneve në Tiranë, në dëm të qyteteve të tjera dhe funksionimit të barabartë të administratës publike në nivel vendor.